Përshëndetje miq, ashtu siç kishte premtuar, Edi Rama ka dalë sot dhe në krye të grupit të tij parlamentar ka goditur në mënyrë fatale dhe në shtyllë kurrizore sistemin e drejtësisë, garancinë e fundit për ekzistencën e këtij vendi dhe të këtij kombi, duke I quajtur njerëzit e drejtësisë, të cilët guxojnë të hyjnë tek zyrat e zyrtarëve të tij hajdut dhe të korruptuar si mi, zhaba, hardhuca dhe bretkoca. Kjo është një lëvizje e jashtëzakonshme e cila nuk vjen rastësisht, vjen e frymëzuar nga plani I Ramës që do të zbatohet në rendin e ri botror. Një zhvillim I jashtëzakonshëm ka ndodhur gjithashtu në territoret palestineze ku Izraeli ka regjistruar dhe ka tentuar gjithashtu të jap goditjen fatale çështjes palestineze dhe mundësisë de facto për të patur dy shtete. Izraeli ka shënuar në pronësinë e tij bregun perëndimor duke çuar përpara planet e tij dhe para përgatitjet e vet Izraelit për këtë botë të re e cila po lind. Rendi I ri ndërkombëtar nuk do të jetë I mëshirshëm dhe shqiptarët duhet të kuptojnë paralelen çfarë po ndodh atje dhe çfarë po përgatit Edi Rama këtu, si duhet reagojmë ne shqiptarët, me peticione dhe me firma apo me ngritje në këmbë dhe me mobilizim të gjitha energjive të kombit. Jemi në moment të rrezikshëm, kuptoni me të gjitha imtësitë dhe detajet çfarë po ndodh tek linku në komentin e parë këtu poshtë dhe në kanalin Krishnik Osmani në YouTube.